Në pikën doganore të Hanit të Hotit nga ana shqiptare është arritur të shmangen në maksimum pritja gjatë automjeteve të transportit të madrave në dalje. Ndryshe paraqitet situata në anën malazeze ku dhe zona neutrale është bllokuar nga automjetet në pritje për të hyrë në Malë të Zi. Duket si rindërtimi i doganes dhe shtimi i disa kursive të reja ka lehtësuar ndjeshëm qarkullimin, ndërkohë që nga pala malazeze nuk ka pasur ndonjë investim të dukshëm në infrastrukturë. Mesatërisht nga ajo pikë qarkullojnë rreth 200 trajlera në 24 orë, duke bërë atë një nyje të rëndësishëm në sistemin doganor shqiptar, i cili për muajin shtator siguroi 20.6 miliard lekë të ardhura dhe 2.2 miliard më shumë se në shtatorin e vitit të kaluar, si dhe janë zhdoganuar 65.000 ton karburant, 9.000 ton më shumë se në të njëjtin periudhë të vitit të parë. Gjithashtu janë zhdoganuar 320 ton cigare që nga fillimi i vitit, një rritje prej 32 tonësh krahasuar me vitin e kaluar. Edhe produktet e tjera të akcizës tregojnë rritje të ndjeshme, referuar të dhënave zyrtare. Sa i përket lëvizjes së qytetarëve, tashmë nuk ka më fluks të sezonit veror dhe vijojnë normalisht linjët e rregulla të pasagerëve mes Podgoricës, Shkodrës, Kosovës e të tjerë. Një nga drejtuesit e fugonave të këtyre linjave shprehet. Është linje rregull, qarkullojmë pej Prishtinë për Podgoricë çdo ditë, një ditë shkojone, një ditë vjen kolega me radhë ashtu. Ka kërkesa për jashtëzakonisht, ka shumë, ka bashkëdhëtar tanë që punojnë, ka, mirë po dhe hujt janë. Gjithçka është në rregull, janë korrekt, me policë, me dogan, gjithçka është në rregull. Është mirë, atje është pak makallaj, për shkak se ka hyrë Shqipëri, kontrolla është vetëm e Shqipërisë, ka shkuar në Kosovë, është domethënë kufi i përbashkët. Dogana Hanit të Hotit është orientuar kryesisht për qarkullimin e madrave, po pa neglizhuar kushtet për lëvizjen e qytetarëve. Përveç kësaj pike në rajonin e Shkodrës funksionojnë dhe 3 pike të tjera doganore: Moriçani, Grabomi, në Tamar dhe Gërçari në Vermosh.